për mua janë vitet 70-a, janë vitet e artat, thuash, të arsimimit edhe të kulturës shqiptare në ish Jugosllavi, vitet 70-a. Dhe në qendër të kësaj ishte bashkëpunimi i Universitetit Prishtinës, ku unë isha i punësuar, me Universitetin e Tiranës. I Prishtinës një universitet i ri, me disa fakultete, shumica e arsimtarëve pedagogë, kryesisht nga Beogradi, shumicën e lëndëve mbajshin në serbisht, kroatisht, dhe në këtë bashkëpunim filluan të zëvendësohen kuadrat më të rëndësishme, sidomos në shkencat eksakte, në mjekësi, në fakultetin teknik, të zëvendësoheshin gradualisht me ata nga Shqipëria. Ka qenë një bashkëpunim që shkonte me një ritëm të atill që manifestohej si një vetdije e të rive që vraponin ta kompenzojnë kohën e humbur.